Ishte natë, do të ketë qenë ora 3 mëngjesit, kur më dërgojnë një link ku thoshte Armir Gjeçi, madje unë lexova Gjeci, lexova si italisht, komandant i karabinierëve në Torino. E keni parasysh që na ka hyrë frika nga këto linqe, sidomos në Shqipëri, që ti klikon ata të hakerojnë direkt dhe nuk e klikova. Kur të nesmen pash që ishte lajm kudo, më erdhi natë, ishte linku i dur. Gjithsesi e bëm lajmin, e pash që krenaria që ndjenin komentuesit shqiptar ishte jashtëzakonshme dhe një pjesë thoshin, edhe ku është bërë aty që ka dhe racizëm, se tani nuk e di, do ta pyes më pas, ka apo s'ka. Kështu që ndjeva dëshirën ta ftoj në dritare dhe kam kënaqësinë që ta prezantoj tani në dritare. Është Armir Gjeçi, kënaqësi që keni pranuar ftesën për Shqip. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit kapiten. Faleminderit juve. Po, kapiten. Ju tani jeni nga Zyra? Po, tash jam nga Zyra, jam në orar pune, që normalisht po janë punë zyrë kryej gjithë funksionet e mia, edhe jemi në lidhje drejt për drejt, domethënë nga. Kështu që po pati probleme ju e ndërprisni. Po pati probleme aty e ndërprisni, puna e para. Fatkeqësisht po. Kështu që unë do t'i bëj shpejt e shpejt. Shpresoj mos ketë probleme, Urojmë. Çfarë zone është aty? Do filloj njëherë me faktin çfarë zone drejtoni ju dhe pastaj karriera juaj dhe mosdorëzimi juaj në çdo sfidë është fantastik. Nuk di. Bravo. Faleminderit për shembullin.